dy gjëra më kam për përshtypje. E para, zotësia e Mossadit dihet që, për shembull, thuhet është një shprehje si gjysmë anekdote që në qoftë se je gjallë sepse Mossadi nuk të do të vdekur. Se po të dojë Mossadi shërbimin sekret izraelit të vdekur, ti je i vdekur. Po je gjallë se nuk ke prish punë. Nuk je i rrezikshëm për Izraelin. Tani, mirë që këta e dinin ku banorën e tjetër, por vendi po hynte në një flagrancë lufte. Kush i qetësoi këta, kush i dha këtë fake news, si këtë shkojnë flenë për shtëpia, që janë gjeneral madhor, pra nuk ka njerëz, po themi, që s'kan ku shkojnë. Ata du shkojnë bunker, du shkojnë për zyret e tyre, gjithë për shtëpia. Njëri ka 13, njëri ka 12, njëri ka vila, të tërë u siluruan nga dron, nga raketa dhe u ekzekutuan. Unë mendoj që kishte vite që Mossadi përgatitej për këtë, ata kishin arrit të infiltronin mendimin njerëz të brendshëm, se dhe regjimi i Iranit këtë kohë nuk ka luksin që të arrestojë njerëz kot, ka një arsye, sepse janë arrestu 600 vetë mas kësaj që nolli, dhe dis iraniane. Pse këta nuk ishin në alarmë, ta flinë në shtëpi. Mos i ka qetësuar njëri, ka thënë që s'do ketë luftë, se ka një gjë se si është rregulli, falë, si është protokolli ushtarak, Kornel? Kur vendi hyn në gjendje lufte, ja larg qoftë, Shqipëria hyn në gjendje lufte. Po supozojmë ka provokacione, kujton, ja me Serbinë. Serbia tani për shembull sistemi i mbrojtjes në gatishmëri të plot. Pritet që Serbia finalmente mund të sulmojë Shqipërinë. I shtetit deri tek ai i fundit. Çdo më thënë kjo, ma përkthe pak. Do më thënë, shërbimet inteligjente do të furnizojnë informacionin. Po. Informacione thot, nga dita në ditë mund të fillojnë, mund të ketë dronë serb, aeroplan serb që na bombardojnë. Çfarë do flenë për shtëpia këta? Po jo pra. Ministri i Mbrojtjes. Do të jesh në pikën e drejtimit. Shefi i shtabit të ushtrisë. Gjithë do të jenë në vendin po pse këta drejtimit të punëve të tyre. Atëherë shihet sartë që janë tralltuar. Irani dhe homologët e tij, vendet arabe, nuk shquhen për gatishmëri luftarake. Filtrimi që bën agjentura izraelite është e papërballueshme nga këto vende. Më fal, këte kam përshtypjen ne, ata ja u gjetën shtëpinë, në çakati janë, bile një gjeneral u vra bashkë me gruan dhe me vajzën e vogël. Që këta janë gjëra të tmeshme, të dhimbshme. Po si mund të rish të shtëpi? Janë fare të pakujdesshëm. Gjitha i Iran, 92 milion banor, nuk lëshoj një predh kundër sulmit ajror. Gjitha i Iran, me gjitha ato raketa, nuk lëshoj një raket kundër ajrore. Do me thënë, aftësia mbrojtëse ishte zero. Ishte zero. Komanda nuk ishte në gjendje të drejtonte fare. Sulmi fillestar ishte sulm elektronik. Pra sulmi fillestar filloi me sulm elektronik për të bllokuar komplet rrjetin komunikues të komandave dhe të zinxhirit komandues në terren, bllokoi komplet sistemet e radarëve, pra ky ishte sulmi kryesor. Atëherë fillojnë ato metodat e thjeshta të reagimit. Të rigjenerohej kjo. Irani u desh 12 orë dhe nuk e bëri dot vetëm, po e bëri me ndërhyrjen e rusëve dhe të kinezëve. Pra specialistët rusë e kinez arritën t'ia ngrinin për 12 orë, t'ia ringrinin sërish, sepse pra ishte parashikuar që me rrëzimin e këtij sistemi, sistemit kundërajror dhe sistemit të komunikimit, zinxhirit komandues të komunikimit, llogaritë për një javë. Pra Izraeli kishin bërë që një javë Irani të mos e ngriten dot vetë. Ishin rusët dhe kinezët ata që ngritën për 12 orë dhe filloi kundërreagimi. Ata ishin fare të papregatitur, ata ishin i gjumë. Edhe po të vazhdonte Izraeli me ato goditje që nisin në fillim, brenda 10-12 ditëve, ata e kishin rrafshuar Izraeli. E kishin rrafshuar Iranin. Izraeli kishte parashikuar 10 ditë, po zgjati 10 orë ajo.